Kur i dhanë vëmendje Epsteinit, çfarë ka kaluar tjetër? Çfarë ka ndodhur tjetër në botë? Në të njëjtën kohë i dhanë disa të drejta këto kompanitë e mëdha, i dhanë të drejta këtij të filantropit në thonjza Bill Gatesit të bënte spërkatje të ushqimeve. Si spërkatje të ushqimeve? Shiko tani çfarë ndodhi. Mori 2 leje nga 2 kompani të ndryshme që merren me kontrollin e ushqimor, që ai të spërkaste ushqimet me RNA. Janë ato që i kishin nëpër vaksina që i bën njerëzit. Po. Pasi pan se çfarë dëmi shkaktonte tek njerëzit. Po, e kaluan testin, pra e morën atë. Po. Kaluan te pjesa e ushqimeve tani. Domethënë, ato që neve i injektuam njerëzve në trup tani do ja injektojmë ushqimeve, fruta perimeve. Pa vedije. Këtë ta morësh pa vedije. Atë nuk i mori leje as popull as i gjë fare, kaloi direkte në bashkëpunim me këto dy kompani që merren enkas me kontrollin e ushqimeve, edhe ato ja dhanë lejen që të bënte këtë gjë.